Live from Tirana në Top Albania Radio. 11:08 është ora eksakte në këtë moment. Unë jam Ronaldo Sharka, së bashku me mua për të xhamendo dhe Twizy DJ në këtë të premte të datës 23 janar dhe na është bashkuar tashmë në studio Olta Sheta. Mirë se vjen në program e dashur. Mirë se të gjeta, Roni. Publiku nuk e ndjen, nuk ka si ta ndjej se do të bëhem meme si njëra, por na e ke mbushur studion plot me aromë të mirë, plot me feminilitet. Unë i dua njerëzit që vinë era pastërti, era parfum. Nuk i dua këto. E ke parasysh janë ca që dalin nga shtëpia me atë, se dua të bëj pis programin që herët, po e ke parasysh janë ca njerëz që dalin me atë xhupin që vjen era qep. E kupton, njerëz të palar. Mirë se vjen në program. Si je ti? Unë shumë mirë, top si gjithmonë. Top form si gjithmonë. Mirë dukesh, je veshur dhe shumë bukur. Nesër kemi një tjetër spektakël dhe do të shohim se çfarë ka rezervuar vllai i madh për banorët, por edhe banorët se si do të menaxhojnë emocionet e tyre përballë të vërtetave. Në këtë ditë, cili ka qenë highlights kryesor për ty në Big Brother, përpara se të pyes unë? Në këto ditë ky futja e re e Rogertit, në mos gaboj. Po, ky po bën shumë zhurmë, po mendoj që siç po bën zhurmën, ashtu do harrohet shumë shpejt. Nuk mendoj që do ketë jetë gjatësi. Edhe nga banorët, mendoj që banorët do nxjerrin të parët në nominim, Sati Virasi, sepse këtë javë ai nuk është i nominuar, këtë javë nominohet. Të shtunën ai mund të nominohet. Mendoj që edhe publiku nuk është se ka ndonjë simpati. Unë për shembull nuk kam ndonjë simpati, të them drejtën. Nuk është se më të rreq, është si diçka ai është futur si i përgatitur nga jashtë. Këtë do t'i bëj Kristit, këtë do t'i bëj Selinës, domethënë. Po, lapse letër. Po dëgjoja dje në një bisedë me Malin, nuk e dija e pe. Teksta e pyes se dua të di thoshte për jetën tënde jashtë Bikut, po tha Mali nuk dua të flas, e kupton? Dhe insiston te kjo pastaj, a ke familje, pse për familjen? Sigurisht pasi ka parë dhe historinë me të Atin, dhe faktin që ai refuzoi. Pra duket sikur për të gjithë ka gjetur diçka për të ngacmuar. Megjithëse Mali nuk doli nga vetja. Jo, Mali më pëlqen se Mali fut një muzikë atje dhe e kalon shumë kollaj me të gjithë. Nëse do t'i acaroj, Mali është i lezetshëm te kjo pjesa. Kurse e shpejt thua Rogerti? Te Rogerti e kam parë jo vetëm me Malin për pjesën e familjes, pa ai po i godet të gjithë pjesa e familjes. Bigu nuk është të luaj me familjet. Unë nuk e di pse e përdorin, kjo është një. Po, e pash, është një filloi me Selin. Nëse unë do isha vllai jot, nuk do të pranoja në shtëpi. Po çfarë lidhje ka ai? E kupton se cili luan si të duan. Kjo është karta më e dobët që mund të luaj një lojtar në bazë të familjes. Një rregull në fakt i pashkruar që ka funksionuar brenda komunitetit Big Brother në 4 vite. Pa. Sigurisht ka pasur rasta të pa precedenta tek tukë, po Rogerti duket se po e bën kështu pa dogan fare. Po pa dorash ka fare, gjithë secilit. Ka filluar me Malin, me Gretën, me Selin, Mirin. Domethënë vetëm te familja. A keni familje apo s'keni familje? Po ky a ka familje apo jo? Se ky duhet ketë. Por ky Mali më pëlqen sepse ky nuk i kthehet. Kurse këta të tjerët po bien çik prap. Bien Grack, i kthehen jo çaj e ti. Po Mali ka zgjidhur shumë rregull. Nuk ti voda. Po nuk ti voda, unë isha shumë e bukur të unë atë përshikoja. Shumë e bukur. Mendoj që aq të zgjasi tymi këti, një javë maksimumi. Të shtunën e kemi në nominim direkte. Regjia besoj që e ke parë përfundësisht, i lutem nëse më ndihmon Mario me videon e puthjes së Inës dhe Kesit, po e dua edhe kështu me audio. E kemi apo se kemi? Vetëm për pak do e kemi. Se më pëlqen shumë ai soundi aty, ka një sound shumë një puthje. E kam bërë këtë soundin për të dukur si e vërtet. Thua? Po patjetër. Është e vërtet? Ja, për mua s'është e vërtet fare. Ajo kur u fut, ne kemi ndarë gjërat, ne jemi thjesht shok, tani nga shok na kaloi më shumë se sa shok. E kupton, nuk to femrat që nuk dinë çfarë thon. Pak të mos u prononco. Më pëlqen Lore të rrjedh në fund të fundit. E ke parasysh këngën e Remzi Osmanit, shok jena. Po, shok. Shuvate edhe kjo historia. Pa, dëgjoj, këto si Stelina, si Ina, mua nuk më pëlqenin ideja që ato kanë pranuar të futen. Unë e di që në Big Brother një herë të jepet mundësia, dhe sidomos te VIP-i, por nëse do ishte i dashur, mirë, Sabiani dhe kemi 3, 4, 5, 6 herë dhe nuk e dihet, nuk ka të ndalur. Nuk do pranoja duke qenë një ish atje, për çfarë po i shkon brapa, për t'i dhënë atij audiencën, për çfarë për ta bërë dikush. Një herë se mbas të pëlqen, e dëgjojmë pak regjia? Vallai s'm pëlqej fare. Se? Çfarë shurme?
dashur me morën. E bën një herë repeat ose domethënë dua fiks tek momenti aty kur përplasen buzët, se është shumë interesante. Domethënë do thuash ti Ronaldo se Lenam sigurisht s'e parë ndonjëherë njerëz duke u puthur. Mos japi më shumë se sa që meriton. Të pëlqen fare ty kjo video? Ja, nuk më pëlqen fare. Që kur janë futur këto dy gocat, realisht ky trekëndësh nuk më ka pëlqyer fare. Shifë ndonjëherë. Au, sa e bukur. Okej, uljem. Wow. Atëherë një ta shumë. Tani një djalë si Casey nuk do të më pëlqente fare. Atëherë, Casey mua më duket. Casey thotë jam më vonë. Po Casey mund të thotë çfarë doj për veten e vet, është i lirë të thotë, mund të jetë dhe më i miri në botë, po duhet ta vlerësojnë tjerët. Casey për mua është arrogant, është një djalë i pa edukat. Në mënyra se si sillet me femrat, lene me meshkuj që po dhe me femrat. Kështu që ajo Ina, para se ta puthte, ose i pëlqejnë këta djem që janë të pa edukat dhe arrogant, duke parë se si e shau Stelinën dhe ne e dim shumë mirë, nuk e di çai tërheq. Plus që unë jam e bindur që është thjesht show, asgjë. Por mendon që Ina më duket pak si e lehtë. Mendon që do zjasi shumë kjo, jo historia, se historinë nuk e dim sa zjat, por që do zjasi shumë jetëgjatësia në Big Brother. Asnjëri nuk e do nga jashtë. S'ka për ta ndihmuar thua? Fare. Madje ajo tani po del akoma më keq. Mirë doli keq kur hyri. Që po aktrojnë apo? Mirë doli keq kur hyri. Që ishte thjesht një puthje dhe asgjë më shumë, po tani do dali akoma më shumë keq. Po ajo është aktrim i gjallë, nuk ka shanse. Banorët më se kanë parë. Casey për çaj bëri atë surprizën me Stelinën që kërcyen. E donte pra. E donte. Dhe mbas një dite e shau dhe pastaj pas 2 ditësh u lidh me Inën, ama të lutem. Gati ishin ata atje për të puthur, po e kishin me dy menje. Menduan që do zjatësh mosdhënia e puthjes, menduan që ta zjasin edhe pak jetëgjatësinë. Po. Jeta do surprizon dhe futet Ina. Po, dhe futet Ina me qëllim, aman se shumë e shumtuar. Vërtetë? Shumë e shumtuar. Se mua pëlqen. Mua nuk më pëlqen, me thënë drejtën, nuk e di. Është shumë, nuk besoj që edhe njerëzit tjerë se shikojnë me në një admirim fare. Domethënë, okej, ndoshta këti më nominimi e zëm se i shpëtojnë, sepse publiku do i shpëtojnë. Thua. Sa do zjasin? Maksimum edhe 2 javë. Edhe 2 javë. Maksimumi, Ina del. Okej, mrekulli. Domethënë Ina ose Stelina del. Që mos ke kuptojmë them mrekulli se e kam si fjalë time në program para se jo mrekulli që të dalin se vetë të ndodhen në program që mos ke në reklama që mos ke kuptojmë. Vetëm pas pak të tjera dinamika brenda shtëpisë si diskutojmë shumë pa filtra me Oltën në Live from Tirana. Buri, jemi sërish në transmetim të drejt për drejt 11:23 orë eksakte në këtë momente. E dashur Olta, mia Olta. Flasim pak tashmë për çiftin që publiku i do, ama Brikena nuk jep asnjë lloj shansi, ne i pam edhe tek Darka që konsumuan pak ditë, 2-3 ditë më parë, besoj, para mbrëm. Domethënë nuk pati asnjë bisedë romantike, flisin për kafshë shtëpiake. Mateo i shkreti pavarësisht që mundohej që ishte gjitha me radhë, Brikena i bllokonte çdo lloj dogane. Po bëj një analizë të çiftit që do publiku, Brikena, Mateo. Atëherë, ne s'pam asnjë bisedë romantike, por Brikena donte meshkujt romantik. Nëse e ke ndjekur po e tha, më pëlqen meshkuj që bëjnë gjeste, që vinë të mbulojnë. Të mbulojnë dhe ky i shkreti thotë që dhe unë të sjell ngrofsën kurse ti më shef shtrem. Ishte shumë e bukur ajo. Ajo i thotë vërtet s'e kam parë kurrë. S'e kam parë kurrë, po. Atëherë, mua më pëlqen Mateo si djalë, mund të them që është një nga djemt më të edukuar atje brenda, paktën unë kshu e shoh, nuk është e njoft fare. Nuk, por këtë që unë arrit të perceptoj nga jashtë, kurse Brikena do i ngelet stoike asaj që ka thënë, nuk shikoj që do t'i hapi rrugat i djalit dhe nuk e di pse. Ndoshta nga ajo çfarë Mateo ka thënë të vërtetën dhe nuk e di pse unë e besoj Mateon, nuk e di çfarë më bën. Intuita ime më shtyn që unë ta besoj që Mateo nuk gënjen, sepse nuk ka arsye për të gënyer Mateo. E shikoj Brikenën shumë të ftohtë, por në disa raste shikoj ndonjëherë ato shkëlqimin e syve të Brikenës ose ndoshta stepet nga kamerat.
siç e thash. Ose e bën për kamerë. Ose e bën për kamerat, ose do t'i ngelet, ajo luan me kamerat gjatë gjithë kohës. Po. Gjatë gjithë kohës ajo është e vetmja banore që i drejtohet kamerave gjatë gjithë kohës. Ajo flet vetëm kur ka kamera, po ta kesh vënë re. Po. Kur është kamera. Po sepse ne dim të dy shumë mirë që kamerat dëgjojnë atje bz 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 dhe di që në ato momente ajo e ka vëmendjen. Nuk e di, unë realisht dua t'i shikoj bashk, më pëlqejnë. Më pëlqejnë të dy. Po që do t'i shohim bashk? Më duket e vështirë për t'i parë bashk. Nuk besoj. Çfarë do ta bënte Brikenën të bënte një hap më shumë me Mateon? Brikena, jo se më duket gocë e vështirë, do që me thënien që s'kam pasur asnjë lidhje dhe nuk e pranon që ka qenë stoike gjatë gjithë kohës. Vetëm këtë e mban Brikenën, asnjë gjë tjetër. Jo se më duket si vajzë e vështirë, se tani na doli që un kam puthur, nuk është se s'kam puthur asnjëherë. Nëse e mban mend një sekuencë të tillë. Se di, mendoj që do i qëndroj fjalës parë dhe është nga këto goca që un ato që them dhe e mbaj deri në fund. Nuk vetëm po hyrën flasim me Mateo, no? Mateo nuk është se po bën ndonjë gjë të jashtëzakonshme që po i shkon shumë mbrapa, e kupton që të thuar që do lodhet. Mateo e le sipas dëshirës së saj. Nuk është se e bezdis. Mateo këtu ka gjë të bukur. Po buxhetin dia për dia nuk di kur ishte të dy bashkë aty hidhe prit me njëri tjetrit, e thoshte jo po duhen 3 vazo salce, thoshte jo po 2 duhen, nuk na duhen 3. Kështu që ka situata. Po mirë, këto ngacmime do jenë. Ka. Unë thash, mua më pëlqen të shikoj bashkë sepse dhe shkojnë. Edhe Mateo është djalë simpatik, gjithashtu edhe Brikena, po më pëlqen. Po më shumë bëju tifo për Mateon. Më pëlqen shumë si njeri shumë pozitiv. E çuditshme, tani flasim pak për diçka. Domethënë, të duket ty e çuditshme që në 2000 un jam shumë dakord me një gjë kur dikush nuk do ta zbuloj jetën e tij private, nuk do ta zbuloj, por nuk të duket pak sikur kthim vite pas një vajzë kompleksohet nga deklarata se dikush është puthur me të apo nga fakti që do të ruaj me fanatizëm që s'kan pasur asnjë lidhje. Si e komenton ti këtë dëshirë të shfrenuar të Brikenës për të njohur kështu në publik? Atëre, kjo është kot fare njërë, sepse nuk edhe nëse Brikena ka qenë e lidhur me Mateon ose me dikë tjetër, sepse ajo thasë s'kam pasur asnjëherë lidhje, atëre këtë nuk është se e bën një person negativ Brikenën ose ka bërë diçka që i cënon personalitetin Brikenës. Domethënë, asnjë femër nuk bazohet në bazë të virgjërisht për personalitetin. Je mirë apo je keqe, vlen apo nuk vlen. Kjo ka rënë dhe shqyqy që ka rënë të paktën, sepse femrat duhet ketë karakter, njeriu nuk duhet të vjedhi, nuk duhet të vrasi, këto janë ato gjërat më të rëndësishme, jo kjo pjesa. Tani, Brikena gjithmonë ne aludojmë me dy mundësi. Ose e di mentalitetin shqiptar, që e di shumë mirë, duke qenë nga Kosova, e di dhe kartën që ka preferuar të luaj me këtë pjesën, do krijonte audiencë, ndërkohë që në Big Brother çdo gjë zbulohet, asnjë gjë është e pazbulueshme. Po normale që do të zbulojnë. Është ndryshe që ti nuk pranon. Brikena mund të ishte futur dhe nuk duhet kishte bërë asnjë deklaratë që s'kam qenë lidhur. Mos prano të tregosh jetën tënde personale. Kjo ka shtyr njerëzit drejt gërmimit. Dhe ajo mendoj që e ka përdorur vet këtë gjë. Dhe tani me që ka ngjetur në këtë grad, do ta vazhdoj, është e detyruar që ta vazhdoj. Tani, ka pasur shumë komente, shumë pyetje që janë bërë dhe në botën virtuale për Mateon dhe Krusitën. Krusita është këngëtare e njohur, e cila u futu në shtëpinë e Big Brother të martën mbrëmë. Ajo tha që unë njoh Mateon, po Mateon nuk e tha i pari këtë. Dhe pati një lloj stepje, pra të gjithë banorët shkuan për të takuar Krusitën dhe për ta pritur tek dera, dhe vlen për të theksuar detaj që ato e dinin që do futi Krusita sepse pan pamjet në video wall që këndoi. Po, e pash. Ka diçka tani ata të dyja nga Elbasani. Edhe Krusita, kështu që Elbasani i vogël është, njihen me njëri tjetrin, por njihemi në Tiranë, që e themi që Tirana është e madhe. Kështu që mund ta aludojmë që mund të kenë pasur diçka. Edhe kjo mund të jetë, nuk ka asnjë gjë të keqe. Shumë interesante. Shumë interesante, po do dalë surprizë. Do ishte Mateo si magnet njerëzish që vetëm përballet me të shkuarën. Por me tamam me të shkuarën, por nuk do doja nëse ata mund të kishin ndonjë gjë, mund të kenë qenë të lidhur më përpara, nuk e di, nuk do doja që të bëhej si ky trekëndçi i Inës, Telinës edhe Kesit. Po nuk janë ata trekëndësh nëse. Ja, shive bashk.
Këtu në këtë moment këta po flisnin për Brikenën, që kjo i thonte që ndaj gjërat nëse ti e pëlqen ose thuaja, po shisa i mirë është ky shipe. Shisa mashkull. Është shumë i mirë, shumë pozitiv, nuk e di pse. Ka një paraqitje djalë me seder. Shumë djalë me seder. Edhe me kesit. I skuqet fytyra. Edhe me kesit ja bëri mirë në dy raste që ja përmblodhe shumë mirë, sepse ai po e kapte te Brikena kot pa lidhje. I thot Mateo një moment shumë interesant, OMMV thot, po jo më i madh në vend, po më i marumin në vend. Edhe kjo pashë ky highlight ishte bërë goxha viral. Miri Stelin kanë rënë në qetësi ku janë në këtë pikë të lojës, mbaroi, mendoj fabula e krevatit apo më thënë personalisht mendoj që nuk shet më. Pra, të dy banorët duhet gjejnë një kartë të re në lojë. Aq mbaroi, po më se zgjati një muaj. Shumë zgjati dhe krevati një muaj. Ma bën një analizë të mirë Selin, me që janë dy banorë që kanë dalë dhe të preferuar nga publiku dhe faktor në shtëpi. Një analizë të mirë fill dhe nuk e kam këtu vetëm për krevatin, e kam në aspektin lojë, pra ku janë ato tani. Me një herë pas reklamave. Dëgjuam Besa Kogëdhima, një prej këngëtarëve më të mira shqiptare në Alive Night, një prej programeve më fantastike që është bërë pak kohë parë në Top Channel, në versionin live ka kënduar Besa këtë këngë. Mi u riktheve vite pas. Shumë vite na riktheu Besa. Në Top Fest kur këndonte. Atëre bëheshe muzikë. Çfarë kohërash mi Olta. Allora, më thuaj. Tani e lam përpara se të shkëputeshim tek Selin dhe Miri. Dhe jo për të marrë me krevatin, por për lojën e tyre. Ku janë në këtë pikë të lojës? Sa janë aty ku duhet, çfarë duhet të bëhen? Atëre, se jemi futur në muajin e dytë tani. Jemi futur fiks në muajin e dytë. Mua Selin më pëlqen si vajzë, është shumë e përgatitur, është shumë e zgjuar, përgjigjet i ka në majtë të gjuhës. Dhe është vetëm 23 vjeç. Dhe është vetëm 23 vjeç, prandaj për këtë e dua dhe më pëlqen. Kurse Miri, loja e Mirit u pa që në fillim faktikisht ishte një fotokopje, mund ta them dhe emrin e kujt, e Jul Dedës, thjesht me vajzat, po mundohet të bëj aleancë vetëm me vajzat. Edhe dje e pash me Brikenën, që i thonte, unë nuk kam thënë për këtë gjë, dhe nëse ty do të thonë, ti mos e beso, apo do ta besosh. Do me thonë, ai luan gjithmonë me dy porta. Në rreshta i thoshte ri në kraun tim, e kupton? Dhe unë të kam, ishte fjala për Stelinën, sepse Stelinën e ka në krah. Selin po. Selin po. Greta nuk e ka dhe kjo më pëlqen Greta mua. E kupton ti? Sa edhe të zinxhiri nëse e vure re. Po dëgjoj pak tash. Dje kur Greta qau, Miri nga disa metra më tan që ishte me vrap erdhi dhe një aspekt njerëzor patjetër, po ne e dim aty që gjërat bëhen dhe për efekt të kamerë vajti që ndroi pranë. Po patjetër ai ka kundërshtare. Sepse ajo po mundohet ta përçaj me Selin, sepse në fundit e ka kunat, ajo po ja thot troç, ajo që sa u fut në fillim i tha që ti duhet shkëputesh nga Miri, jo krevatin. Është zbutur, po e le Selin të luaj dhe ai e do. Pjesë edhe një më shumë nuk është keq. Kështu që Miri, me thënë drejtë, nuk është se më pëlqen si lojtar, nuk është në preferencat e mia dhe nuk është se po nxjerr diçka në path. Thjesht përdori në një farë mënyre krevatin, filloi, jo të dua si vajzën time, pastaj jepte konotacion komplet ndryshe, ai do që ta lej kështu, që njerëzit çdo gjë ti duket me dy kuptime dhe në moment kur të vit ta sqaroj, sepse ai akoma nuk e ka sqaruar dhe këtë pjesë, unë mendoj që Miri do thot në fund atë që ka thënë fillim, se dhe në një prime e tha, siç kam thënë në fillim, pavarësisht që ai luan edhe kësaj radhe, po prapë pash në dush kur po bënte Selin. Qose ti e do si vajzë, nuk mund të vajzën babai nuk e shef si lajt gjatë gjithë kohës. Shumë interesant dje tek bari Lori Kafe jashtë, shkon Selin për të bërë një kafe. Edhe kush e thot, duke se Stelina i thot që kush ta ka mësuar ekspresin, thot babi im që e përshëndes dhe dua fort. Edhe i thot Mira, mund ta përshëndes edhe për ta dhe unë diçka e tillë, jo thot se ti nuk të lejo diçka e tillë. Pra luan ai. Ja bën osyri, ku jeni syri. E kanë kapur ata të dy lojën. Edhe Miri luan me këtë pjesën, po dhe Selin. Ka ca momente që Selini thot ti je fiks si babim. E kupton, e kam parë dhe kam dëgjuar ti je fiks si babim. Do të thënë, ata e kanë kuptuar edhe mendoj edhe jashtë. To banor, ndryshe nga ne dikur,
që kishin parë vetëm një edicion ose tek njëshi që kishin harruar pra disa vite që nuk bëhej Big Brother, këto kanë parë plot 4 edicione. Patjetër. Dhe janë përgatitur. E kupton këto bëjnë fustanet e Prime-it gati, lyn me lapse me kemi pasur me fustanet e Prime-it gati, vini me vete. Dëgjoj, këta janë më të stërvitur këta. Jam dakord që janë më të stërvitur. Po këta janë fotokopja dhe dalin shumë shëmtuar. Ti je origjinal është më bukur, ti je një fotokopje shumë e shëmtuar. Dhe mirë po bën një fotokopje se s'ka lojë tjetër. Unë mirë nuk e shoh. Do të thënë kush do t'ia servir një situatë tjetër mirit përveç se nuk është vetëm me Selin duhet të kesh situatë, se nuk mund të shkosh dot 3 muaj, 100 ditë. Patjetër. Duhet të krijosh situata, për shembull Kristi, Bajamja. Ai është i lezetshëm. Nuk kisha këto parashikime në fillim, po ç'na doli ajo se ato Bajamja po e shef me shumë. Po patjetër. Nuk të nuk e di. Nuk e kam parë, po unë e shikoj si lojtar. Nëse ka kuptuar si luhet Bigu, është me shumë interes. Është Bajam, po më shumë mirë. Të dy këngëtar bën edhe në një duet bashkë që si çift? Një popullore dhe një si çift. Ja. Jo, pse? Ja, po nuk besoj që në Krusita do ketë preferencat siç është Kristi. Kristi është person shumë pozitiv, e shikoj. Më pëlqen mënyra se si luan, i vetmi që ka kuptuar se si luhet Big Brother, ja caron të gjithë dhe ri, ka një shumë intuit, është i zgjuar, sidomos ajo dalja nga burgu njëri ishte fantastike fare. Më ka pëlqyer shumë. Ai për mua është motori i shtëpisë atje. Kristi, pa. Bën situata, krijon situata. Qartë. Tani, regjia më ndihmon me foton e të nominuarve. Nesër është besoj në mendimin më i fortë deri në këtë moment të lojës në një muaj e pak ditë, afro 40 ditë, nuk e di se kanë shkuar, të shtunën ishin 30. Kemi Selin. Ma vendos edhe pak të para, lutem pa. Atëherë kemi Ina, Casey, Lorna, Miri dhe Selin. Cili për tyre lë shtëpinë nesër të shtunën Olta me pyetjen kë doni të largoni. Pra këtë herë pyetja nuk është kë doni të shpëtoni, por kë doni të largoni. Selin, lojtare e fortë dhe e preferuar. Miri, lojtar i fortë dhe i preferuar. S'kan dalë të preferuarit. Selin dhe Miri. Atë s'ka gjë, Lorna, është Lorna, është Ina dhe Casey. Atëherë ka hyrë që për fillimin. Atëherë po të doja unë. Lojtare prezente dhe gjatë javës çfarë bën Lorna? Me të vërtetë Lorna nuk ka pas situata shumë të forta në Prime, por gjatë javës shërben si një katalizator për të ndezur debatet mes njëri tjetrit. E ka bërë dhe që në fillim, por po të më pyesësh mua ku donin të largoni, unë them Inën. Madje i bëja në një lojtar Inën me gjithë Kesin, i largoja të dy, po të më pyesësh mua personalisht. Por mendoj që kësaj radhe mund të digjet Lorna, duke ditur që Ina dha të puthjen, prandaj ndoshta dhan puthjen se janë në nominim. Jo, se ndjeu tash po ti je mosbesuese. Po jam shumë mosbesuese sepse këta të bëjnë të jesh mosbesuese. Mendoj që ky ishte efekti i puthjes, me që të pëlqeu dhe zhurma shumë ty, që është pa zhurmë fare. Mendoj që do goditet Lorna. Nuk e di Lorna ka bilet kthimi? Në shtëpi askush nuk ka bilet kthimi. Nuk ka? Askush është e hequra. U hoqën për shkak të një dënimi që me Lorna mendoj. Pra publiku thua do zgjidhë. Unë nuk dua që të dalë Lorna, por publiku ka interes thua dhe pa kohë të zhvillohet ky. Po me që u dha puthja pra të shikojnë Trekëndshën se si do vazhdoj, se dhe është shumë interesante fakti që si do të reagojë Stelina kur ta marrë vesh për këtë puthje se shtëpia ende nuk e di. Po prandaj po them që këta i qëndrojnë, Ina dhe Casey do qëndrojnë këtë javë, dhe është Lorna që digjet, pa dashje. Është nominim vërtet i fortë. Miri dhe Selin jo se janë preferuarit i publikut, kështu që Lorna. Edhe Lorna e di që e ka shumë të vështirë. Dje po e shija, ishte pak e mërzitur. Edhe unë e pash vetëm në gjumë Lorna, nuk e di pse. E dorëzuar mu duk mua, sepse e kupton që karta e hapur e kësaj dashurisë ndoshta mund të kuriozoj më shumë publikun dhe ajo vetë po e komentonte. Madje e tha një moment, po ajo nuk e dinte që puthja ishte bërë, ajo do puthejnë bashkë, nuk e di ku ti thotë, po e bënte për shaka në fakt. Kristi ta nuk e di. Ka ndodhur me të vërtetë. Puthja kishte të ndodhur në lavanderimi motra ime. Kishte mbaruar, vate ajo punë. Vate ajo punë fiks. Angeli ndonjë gjë tjetër për komentuar? Jo, tani për presim na dhurojnë spektakël, po pa zhurma. Se ndonjëherë bëhen shumë të lotshëm. Mos e vetëm Mali vërtet, ai vërtet lezetshëm. Mali është në rregull me atë që bën. Mali këndon nuk vërtet. Mali për çdo gjë që ndodh, krijon ndonjë strofë këngë, është në rregull Mali. Më pëlqen.
Më pëlqen. Pavarësisht që si lojtar nuk është se po jep ndonjë gjë, por për ato që po bën është okay dhe po qëndron. Është karakter unik. Në gjumë shikoj Angela. Angela Haruni. Edhe këta lojtarët që siç them përpara që kanë parë njëshin dyshin dhe janë më smart, ndonjëherë nuk janë aq smart, sepse tash bëjnë fotokopjen dhe harrojnë. Janë ca lojtarë që pa dashje janë ata që nuk bëjnë zhurmë. Dhe ti vjen në arresë se të duken jo të fortë, dhe ti nominon vetëm të fortit, ndërkohë që ti je vetë pa kuptuar. Angela përveç se nuk ka pasur një situatë në spektakël mbrëmë. Se ngelëm duke thënë prime, po të pyetësh shqiptarët çfarë do të thonë prime, askush nuk e di kuptimin. Pra në spektaklin e të martëve të shtunave, Angela nuk ka pasur një situatë të tim, por një gjë tjetër që mendoj që ka gabim ky djali në Big Brother është që bie shpesh e provokime, bie shumë lehtë. Për shembull, po e provokonte prap Rogerti Djela Bobua, ju skuq, ju acarua, ju kthy edhe mi fjalor jo të mirë, thoshte Lobobuja sa tom, diçka e tillë, se janë as fjalë për tu. Po, e di pra, nuk bie shumë lehtë e provokime. Mi që skrijon, po dhe bie. Kështu që mendoj që unë nuk e di pse nuk e nxjerrin në nominim banorët, e kam me banorët, ta quaj un banor të zgjuar. Edhe hikon shpoton ti. Për shembull, pse duhet ishte Lorna? Ta godasin vetëm të fortin. Krijohet një situatë Ina Kesi godasin vetëm ata. Si do duka i zinxhiri ty, sikur banorët që bën çik lëmsh të zinxhirën. I parashikueshëm apo i paparashikueshëm? Se tani të shpëtoj në zinxhir në fillim fare tani dhe në fund të ngelin të fortët? Po pra. Apo ky është qëllimi thuaj i banorëve aty brenda? Ore, ndoshta ata mendojnë që të heqin ca të fortë, se këta i heqin kollaj, e kupton? Kështu që më mirë. Edhe Greta prap nuk e shpëton Selin. Prap Kristin shpëton në zinxhir. Kurse Mateo po e tha, jo, ajo justifikoi shumë bukur. Dhe ja doli se vajti mirë nominim, po pavarësisht që mendoj. Po vajti dhe Selin nominim, kjo ishte më sa ajo rrezikoi mirë, po rrezikoi dhe Selin. Po e din që nuk rrezikon. Po, e di dhe ajo se ka pa. Ndjehet, ti shumë gjëra. Patjetër, kuptohen atje, kot sa dalin. E dashur Olta, presim promon tashmë të publikohet nga Big Brother i sot nesër. Nuk e di për të kuptuar ndonjë gjë më shumë se çfarë do të ndodhë nesër. Të falenderoj shumë që ishën program, të uroj një fundjavë të bukur. Faleminderit. Këtu përfundon dhe Live from Tirana për ditën e sotme. Unë juftoj të gjithë ju që nuk na ndoqët prej fillimit, vetëm pas pak çastesh do publikohet kjo intervistë në kanalin tonë zyrtar në YouTube, ndërkohë nga Urona Lësharka dhe Wizi DJ, mirë të gjofshim të hënën.